Agjerimi nuk është vetëm uri. Agjerimi nuk fillon në bark, fillon në mendje dhe mbaron në zemër. Ka njerëz që rinë pa bukë gjithë ditën, por nuk ndalen asnjë çast, flasin njësoj, zemrohen njësoj, gjykohen njësoj. Profeti a.s. ka thënë se ka agjerues që nga agjerimi nuk marrin gjë tjetër veç urisë dhe etjes. Sepse gjuha nuk agjeron, syri nuk agjeron, zemra nuk ndalet. Agjerimi është më shumë se orar, është mburoj. Të mbron nga fjala që s'duhej thënë, nga shikimi që s'duhej bërë, nga reagimi që s'duhej dhënë. Nëse sot u përmbajte kur kishe të drejtë të flisje, për zgjodhe heshtjen, agjerimi po punon. Nëse sot e largove shikimin, edhe pse askush s'po të shihte, agjerimi po punon. Zoti nuk shikon sa orë i pa ngrënë, shikon sa largohesh nga ajo që ta prish zemrën. Agjerimi i vërtet është ai që të bën më të qetë, më të butë, më të durueshëm. Nëse sot dole pak më ndryshe se dje, edhe vetëm pak, Ramazani ka hyrë brenda teje.